kemi filluar që ta dua më shumë grimin e lehtë. Po. Mos të komplikojemi kështu shumë. Po, unë thjesht si make-up artiste gjithmonë e kom dasht naturalen, edhe shqyqër, po thama ashtu që na erë kjo mundësi me bo ka vite fundit që praktikohet, sidomos që 3 vitet e fundit është shumë në Kosovë. Menoj që edhe shpresoj mos del naturali, sepse grimi natural nuk është për me ta mëndru, po është për me ta nëzirë në pa atë bukurin naturale dhe jo për me ta mbullu. Naime, unë kam vrejtë si tash edhe nuset po preferojnë atë grimi no make-up, që është një dukje naturale e thjesht, a keni pas rastet stila? Po, zakonisht unë njifna si make-up artiste që boj grimi shumë naturale dhe sa i përket të grimit, sidomos, e shot që më zgjedhin shumë në këtë loj grimi. Kemi raste që dojnë, ka raste dhe që dojnë pak ma ranë, më varet krejt prej kërkesat kliente, po me dëshirën tem kësha bo gjithmonë natural. A është grimi pjesë e identitetit të njeriut? Mendoj që, thash edhe ma herët, grimi nuk është për me të ndru, grimi është për me të zbukuru, edhe me nëzirë më pa atë bukurin tonë, kështu që mendoj që varet tash njeri, ka klienta për shemull që e marrin zbukurim, për shemull më pyet mu, unë thëmë moj me që është edhe artë. Sepse artë edhe ashtë, po. Unë për vete menoj që grimi është artë. Kurse klienti thotë, po shkoj me bo një grim, më bo me bukur.